skuadrave për të na dhënë nga një mesazh për këtë ndeshje. Unë quhem Denis Ndreca dhe përfaqësoj famullinë e Hajmelit, Nënshatit dhe Ulet. Përmes këtij mesazhi dua të falenderoj Caritasin Diocezan Sapa për mbështetjen dhe organizimin e këtij kampionati. Ju jap fjalën që skuadra që unë përfaqësoj është këtu për të respektuar rregullat e lojës, autoritetet që na kanë vlerësuar me ardhin e tyre, gjyqtarët e ndeshjes dhe publikun e mrekullueshëm që na ka shoqëruar gjithmonë. Ju lutem, mos na gjykoni për lojën që luajtëm apo nuk luajtëm mirë. Qëllimi ynë në këtë ndeshje është të zhvillojmë një lojë të pastër, korrekte dhe të ndershme. Ju uroj kolegu tim suksese dhe të na respektoj ashtu siç na ka respektuar vitet e tjera. Suksese! Unë quhem Dorian Gjini dhe përfaqësoj famullinë e Daçit. Edhe unë falenderoj Caritasin Diocezan Sapa për vlerësimin që na ka dhënë. Si çdo vit, skuadra jonë ka treguar respekt, korreksi dhe mirënjohje ndaj autoriteteve, gjyqtarëve, organizatorëve dhe të gjitha skuadrave që kanë ardhur këtu për të luajtur. Edhe sot nëpërmjet këtij mesazhi në këtë ditë feste, nuk do të mungoj gatishmëria jonë bashkë me publikun tonë të zgjatë dhe të kulturuar. Korreksia në lojë ndaj arbitrave dhe skuadrës mike të Hajmelit. I uroj kolegu tim suksese dhe të luajë si në shtëpinë e tij. Suksese! Për skuadrën e Daçit do të zbresin në fushë Kristian Shtjefni, Adrian Ndreca, Francesc Lumshi, Renato Marko, Marcello Gazulli, Samuel Gazulli, Dorian Gjini, Denis Miloti, Kreshnik Marku, Fitnet Cakaj, Roberto Miloti, trajneri Paulin Paloci, kapiteni skuadrës Dorian Gjini. Për skuadrën e Nënshatit do të zbresin në fushë Emanuel Shita, Claudio Lukaj, Denis Ndreca, Roland Topalli, Alfons Shita, Agustin Gjergji, Markelian Mesuli, Elton Shtjefni, Albert Hila, Sergio Kola, Stefan Tuku, trajneri Francesc Luka, kapiteni skuadrës Claudio Lukaj.
drejt këtij aktiviteti, edhe pse unë nuk ju kam shoqëru për çdo ditë, por ka qenë zavendësim Nën Simoni i cili më ka referu për çdo aktivitet, është mirë dhe është e nevojshme që të arrijmë edukimin e zemrave tona nëpërmjet sportit. Por më vjen keq që ndonjëherë te kalohet norma, jo prej lojtarëve, se kapitenat e keni majt fjalën, ashtu si e keni dhënë, por prej të tjerëve. Për këtë arsye duhet të dim ta kemi duresën edhe për me gjetën na shqiptar duhet të arrujmë gjakftotësinë. Jemi shqiptar gjetë të dim se jemi gjak nxehtë, por duhet të dim të arrujmë gjakftotësinë. Ty kalu derisa ishin ty bë penallti dikush ma gjujti një fjalë se ju kanë pagu. Kishën se kanë pagu. Kisha organizon për të mirën edhe për edukimin e zemrave që të trit mund të rritën, të din të respektojnë një tjetrin, të din të luajnë ashtu si duhet, korrekt, fair, dhe që të mos mojnë inade apo në zemrat të krijojnë urrejtje ndaj njëri tjetrit. Pa marrë parasysh këtë kësaj që humbja thot që në pali të gjithë vrapojnë, po njeni e merë fitoren, njeri e merë kunorën, pa marrë parasysh që nuk u pëlqy prej ekipi tjetër, shpresojmë se do të mundemi të gjithë të marrim një mësim për kësaj loje. Uroj që trit e dajqet të cilët kësaj radhe e kanë fitu vendin e parë, mundem edhe matutje të jeni shembull i organizimit të aktiviteteve, ju uroj që të keni gjithmonë sukses dhe të luni korrekt, fair, ndashni dhe këtë të merrni si mësim për reciprocitet. E tjetrin që e kam tu, të cilët kur i kam thënë se kena me shku në finale, është gëzu fort, ka dasht me ardhë me mu, Pietri ka dasht që pikërisht të dërzan kupën, Pietri me adhën kupën ti. Sa për përfundim, dëshiroj të falenderoj edhe televizionin Antonianum, televizioni Kishës i Shnanot, që e ka emnin, e që e jena para fesë Shnanot, që e kanë filmu këtë finale, edhe me siguri se dëshirojnë edhe trive tjerë t'ju përcjellin një porosi për këtij aktiviteti. Prandaj mundonu që të jeni ata të cilët dini me mësim, me dashuni, me lojë korrekte, gjithmonë përcjellni porosinë e grupit dhe mirë trive e trejave.